Hi Goca, përshëndetje dhe mirë se erdhët në videon time të radhës. Për ju që nuk më njihni, unë jam Suareza dhe për ju që e klikoni këtë video për herë të parë, mirë se erdhët në videon tim. Sot do të jetë një temë shumë speciale dhe shumë e rëndësishme dhe e vështirë, po ta themi për mua, sepse siç jeni mësuar në videot e tjera, gjithmonë keni parë që kam treguar bashkëpunimet, udhëtimet apo video të tilla ku le të bëhemi gati së bashku dhe shumë të tjera. Por kësaj radhe është një temë emocionale për mua, mund të ta them sepse është vërtet kështu dhe sot doja që të ndaja me ju historinë time se si erdha unë këtu në Gjermani. Mendoj se ka ardhur momenti, jemi shumë abonentë, jemi shtuar shumë goca më kam pyetur dhe ju kam premtuar se do të bëj një video dhe mendoj se ka ardhur momenti që ta bëj këtë video dhe sot erdhi dita dhe unë do ju tregoj çdo gjë me detaj që nga fillimi dhe deri këtu ku jam sot. Ka nisë në vitin 2021. Në vitin 2021, në fund të shtatorit, në fillim të tetorit, unë aplikoj për vizë për bashkim familjar. Në ato momente, në ato kohë ka qenë korona mos gaboj dhe çdo gjë zgjaste shumë, ndonjëherë mbylleshin komplet ambasadat apo dhe takimet anulloheshin për shkak të COVID-19, por ishte kështu dhe duhet të ndodhte, nuk ishim çfarë të bënim ndryshe dhe nuk ndryshonim dot gjë. Në momentin që kam aplikuar me të gjitha gjërat e nevojshme, kisha mbrojtur nivelin e gjuhës A1 këtu në Gjermani, sepse ai duhej dhe ai ishte i nevojshëm për bashkimin familjar. Dhe kanë zgjatur diku tek 6-7 muaj dhe në maj marr një përgjigje në fillim të majit ku më thonë që duhet të paraqitesha edhe të dorëzoja disa dokumenta të tjera dhe të dorëzoja pasaportën e dorëzova më vonë. Thjesht më duhej që të dorëzoja dokumentat që kisha përgatitur, siç e thash, nivelin e gjuhës, kontratën e shtëpisë dhe shumë gjëra të tjera, 3 rrogat e fundit të bashkëshortit, sepse me bashkim familjar normalisht ai duhet i mbulonte të gjitha. Dhe i kam dorëzuar të gjitha këto dhe mendova se nuk do zgjaste shumë, por përsëri zgjati shumë takimi tjetër për të marrë vizën. Dhe nga ai moment kam qëndruar në Shqipëri, sepse në atë kohë isha në Gjermani, kur aplikova në shtator, në tetor, e kam bërë vajtje ardhje, jo me 3 mujor me thënë të drejtën, e kam djegur dhe pasaportën dhe kam dënjur më shumë këteja se sa në Shqipëri. Por nga momenti që dorëzova dokumentat, kisha frikë të vija prapë këtej, sepse mendoja mos më hapnin probleme dhe më thonin që pse ke ikur, pse nuk prite vizën. Sepse siç e dini, këto punët me ambasadat janë pak të vështira dhe të rrezikshme dhe nuk doja që të rrezikoja. Mbaroi kjo puna e dokumentave dhe thash, ok, do zgjas 4 deri në 6 javë kishin atë limitin, por zgjati më shumë. Kam dënjur 3 muaj në Shqipëri dhe thash, ok, do iki, në momentin që plotësova 3 mujorin, do të thotë që qershor korrik në gusht, edhe nga fundi korrikut, fillimi i gushtit mos gaboj, kam ardhur përsëri në Gjermani me pasaport, sepse ndenja 3 muaj në Shqipëri edhe normalisht më lejoi që të lëvizja. Nga që nuk po dilnin dhe thosha mos ndoshta ka ndonjë problem apo nuk e di pse zgjatën aq shumë, sepse normalisht siç e thash zgjasin vetëm 6 javë. Dhe atëherë ka qenë dhe periudha ka qenë periudha e beharit, sepse më shumë njerëzit marrin pushime dhe prandaj zgjatën dhe akoma më shumë. Erdha këtej dhe në momentin që erdha akoma s'po merja përgjigje. Kam pritur 1 muaj dhe në 9 shtator më duhet që të paraqitja tek ambasada në Tiranë që të dorëzoja pasaportën. Dhe normalisht preva direkt biletën, ika në Shqipëri, e dorëzova pasaportën në datën 9, mos gaboj se me datën tani nuk i mbaj mend aq mirë se kanë kaluar 3 vite e ca. Dhe pastaj mbas 3 ditësh ata më telefonuan përsëri që të shkoja të merrja pasaportën dhe vizën. Dhe ka qenë një ditë, nuk e di, jam lumturuar aq shumë sepse
nuk e di nëse keni eksperjenca të tilla apo jo, por kam pritur gati 2 vite për të marrë ato dokumentat dhe më në fund erdhi momenti që do lëvizja si njeri dhe unë nuk munduaj që të rrija 3 muaj, andej 3 muaj këtej me frikë, edhe kur kaloi atë 3 mujoshin se mos merrje gjop, kështu me radhë, sepse kam pasur shumë eksperienca jo dhe aq të mira. Kur kam ardhur një herë me autobus nga Shqipëria për në Gjermani, nuk e kisha mbush 3 muaj në Shqipëri, por prap rrezikova dhe më kanë kthyer në Hungari. Ka qenë një nga eksperiencat më të keqe, sepse të bësh gjithë atë rrugë me autobus, ndoshta disa nga ju e din, disa jo, por ishte vërtet shumë e vështirë dhe nga Hungaria natën, ishte ora 1 e natës kur na kthyen. Është histori tjetër kjo. Edhe u ktheva përsëri në Shqipëri, pastaj mbas një jave më erdhi bashkëshorti dhe e provuam përsëri nga Italia, nuk u dorëzuam, por nga Italia na lejuan që të kalonim. Prandaj ishte një lehtësim shumë i madh për mua, por edhe diçka e mirë sepse me dokumenta do filloja diçka, një shkollë siç jam dhe tani, sepse pa dokumenta dhe kursin e gjuhës duhet ta paguaja 2 fish siç e kam paguar unë, sepse nuk kisha dokumenta. Dhe më në fund e mora, erdha prap këtu në Gjermani dhe nga momenti që kam ardhur, ka filluar këtu me procedurat, jam regjistruar në komunë, jam regjistruar në këto zyrat ku duhet të regjistroheshe për të gjetur shkollë apo punë. Dhe po kërkoja një Ausbildung, por ndërkohë që isha në kurs, të gjitha Ausbildung është një shkollë në Shqip përkthet shkollë apo shkollë profesionale mund ta themi, pak a shumë. Sepse nuk isha e vendosur çfarë duhet të bëja dhe të gjitha përgjigjet që merrja ata donin B2, nivelin B2, unë ndërkohë nuk kisha akoma B1-shin. Dhe prandaj vendosa që të bëja një mini job, një punë me pak orë në muaj, duhet të shkoje 4-5 herë në muaj dhe merrje diku tek 500-520 euro. Kam filluar në tetor, mos gaboj, mbasi në shtator po mora dokumentat, në tetor kam filluar punë dhe mini job dhe ndërkohë ndisha dhe kursin e gjuhës që e kisha 3-4 herë në javë, sepse e zgjodha intensiv normalisht, sepse doja që të mbaroja sa më parë dhe të merrja atë certifikatën. Kam punuar rreth një vit dhe mbasi kam marrë certifikatën në qershor korrik të vitit 2023, në tetor kam filluar Ausbildung për infermieri, aplikova dhe për profesione të tjera, sepse siç e thash nuk e di as vetë se çfarë duhet të bëja. Kam aplikuar shumë dhe për në bank, për të punuar në bank, sepse këtu për të bërë ekonomiste, quhet bankiere, nuk po më vjen në shqip tani fjala. Këtu janë të gjitha profesionet Ausbildung dhe zgjasin nga 3 vite. Pastaj specializimet dhe këto janë gjëra të tjera. Është pak ndryshe nga Shqipëria, sepse në Shqipëri të duhen 3 vite shkollë të lartë plus masteri. Këtu masteri nuk të hyn në punë, me ato 3 vite mund të punosh. Dhe aplikova dhe për në bank, sepse ajo ishte ëndra ime që nga fëmiria, doja që të punoja në një profesion në zyrë apo avokate. Avokate ishte shumë e vështirë këtu, kështu që e lash, sepse duhet të studioje shumë vite. Dhe në bank nuk më pranuan, por donin B2-shin dhe unë nuk doja që të humbisja dhe një vit tjetër për të arritur tek ai, për të bërë atë profesion, sepse kisha humbur shumë vite, kisha humbur gati 3 vite, siç e thash 2 vite me pritjen e letrave dhe pastaj një vit me kursin e gjuhës dhe thash, okay, si vjet duhet të bëj diçka dhe nga që shumë nga familja i kam këtu që punojnë në infermieri në vende të ndryshme dhe më kishte pëlqyer si punë dhe thash, okay, hajt se po bëj këtë. Jo se nuk ishte në, si ta thuash, e zgjodha thjesht sa për ta bërë, që të kisha një profesion, normalisht ka qenë dhe në listën time në ëndrat e mia, po e them, kur isha fëmijë kisha disa profesione, apo sepse kur jemi fëmijë normalisht të gjithë ndërrojmë shumë, por kur fillojmë gjimnazin dhe kur jemi afër fundit, atëherë i vëmë ato pikat mbi, atëherë i zgjedhim, i mendoj mirë se çfarë profesioni do të na duhet për të ardhmen.
dhe infermieria ka qenë një ndër to. Okej, në 1 tetor të vitit 2023 kam filluar shkollën Ausbildung për infermiere. Nuk ka qenë e thjesht dhe nuk është e thjesht, ndërkohë ishim 25 nxënës që filluam. Më të shumtit ishin normalisht të huaj, nga India, nga Maroku, nga Polonia dhe shumë të tjerë, normalisht edhe Gjerman, dhe vetmja që ishte nga Shqipëria isha unë. Nuk e prisja me thënë të drejtën se mendova se do kisha dhe atje mbështetje apo do kisha një njeri shqiptar, një nxënës, por ja që nuk ishte, nuk ndodhi. Isha e vetmja, ato fillimet, mësimet nuk e kuptoja dhe aq mirë, normalisht fillimi gjua ishte jo dhe aq mirë, sepse gjua gjermane është një gjuhë shumë e vështirë dhe kam pasur me thënë të drejtën shumë vështirësi, por në shkollë jam gjendur mirë, kam krijuar një shoqëri të mirë dhe kanë qenë njerëz që vërtet më kanë ndihmuar shumë, si për provime kemi mësuar bashk, apo për detyra i kemi bërë të gjitha bashk dhe jam ndier mirë që në fillim. E kështu vazhdoi viti i parë, viti i dytë dhe viti i tretë ku jam tani. Diçka duhet të theksoja, këtu në Gjermani shkolla e infermierisë ndahet në orë praktike dhe orë teorie dhe më shumë ke praktikë se teori. Mund të bësh për shembull 4 javë teori dhe pastaj do bësh 8 javë praktikë. Dhe praktikat ishin në vende të ndryshme. I kam bërë në spital, i kam bërë në Altenheim, i kam bërë në ambulante Pflegedienst quhet. Këtu në Gjermani, në Shqipëri nuk ekziston kjo që shkon me makinë nëpër shtëpiat e pacientëve. Kam bërë në pediatri me fëmijë edhe në psikiatri, sepse harrova ta thoja, unë shkollën, domethënë ai shefi i praktikës, ku bëj unë shkollën është në psikiatri, që do të thotë ne do bënim nga 4 javë apo nga 5 apo nga 10 javë në të gjitha këto që sapo përmenda, por pjesën tjetër të praktikës do e bënim të gjithë në psikiatri. Dhe kjo ishte pak më vështirë për mua, sepse kisha dëgjuar shumë që në psikiatri ja vetëm të çmendur, siç u thon në Shqipëri, por nuk është as pak e vërtet, unë e them me plot gojën. Ata janë njerëz vërtet që kanë nevojë për ndihmë, por në Shqipëri mentaliteti i njerëzve është shumë i ulët dhe arrin deri aty ku i quajnë të çmendur. Sepse nuk e kam provuar, nuk e din ç'do të thotë psikiatria, dhe mua shumë familjarë më thoshin, jo mos puno atje, është rrezikshme, është vend i rrezikshëm. Unë thoja që normalisht dhe unë kështu mendoja në fillim, por kur shkova atje jam përballur vërtet me diçka shumë ndryshe se çfarë njerëzit flasin. Sepse normalisht kur e provon vetë, e shikon që çdo gjë është ndryshe. Normalisht ke të bësh me njerëz që janë që vuajnë nga sëmundje, nga Krankheit, thoya gjermanisht, nga sëmundje të ndryshme të kokës, normalisht, prandaj edhe psikiatrisë, se të gjithë vuajnë nga probleme të ndryshme, por dhe atje ku jam ka shumë stacione të ndryshme dhe janë të ndara, janë ata që janë të mbyllur komplet, që nuk lejojnë pacientët të dalin, janë ata që pacientët lejojnë të dalin, të punojnë, por të rikthehen përsëri në darkë dhe të marrin medikamentet dhe kështu me radhë. Jam përshtatur goxha mirë, unë kam punuar atje ku vijnë këta persona që duan që të lënë alkoolin, duan që të lënë drogën, bëjnë terapi të ndryshme, marrin ato medikamentet dhe kjo është puna që bëj unë si infermiere atje. Nuk është se ke të bësh shumë me siç është në spital për shembull, apo po flas në Altenheim, nuk ke të bësh me mosha të mëdha, me pleq, apo atje janë vetëm mosha të reja. Atje fillojnë nga mosha 6 vjeç që janë fëmijët, se ka dhe fëmijë. Dhe kjo është pjesa më e vështirë për mua, të punosh me fëmijët, dhe pastaj deri tek mosha 40 po e themi. Okej, normalisht mund të kesh dhe 60 apo 70 vjeç, po janë shumë të rrallë, edhe kemi të bëjmë vetëm me njerëz të rinj, edhe me njerëz, edhe me fëmijë, domethënë. Tek fëmijët është pak e vështirë sepse ti kur e shikon që
vinë aty për arsye të ndryshme, ndonjëherë vërtet më duket që jemi vërtet me fat për prindërit dhe familjet që kemi, sepse kur i dëgjon ata fëmijët për çfarë arsye janë aty, nuk do ta besoni. Ka shumë histori të ndryshme. Nëse do filloj të flas për këtë temë, më duhet të shkoj video 50 minuta, kështu që po e përmbledh shkurt dhe po dal tek tema kryesore që ishte historia ime këtu në Gjermani. Dhe kështu siç e thash, tani ndodhem në vitin e tretë. Është viti i fundit, në tetor e mbyll, në fund të shtatorit dhe në tetor filloj punë si infermiere, nëse marr provimet normalisht, por normal që do t'i marr, se për këtë po e bëj shkollën. Dhe momentalisht ndodhem në shkollë, pastaj do kem praktik dhe kështu me radhë. Kjo ishte një sfidë tjetër për mua, shkolla, por normalisht diçka që e do dhe lufton për të mësuar dhe për të arritur atje ku do, gjithçka bëhet pastaj më e thjeshtë. Dhe që nga momenti që kam filluar shkollën, normalisht jam njohur dhe me shumë gjëra të tjera këtu në Gjermani, sepse dhe njohuritë gjuhësore fillojnë dhe përmirësohen, sepse ti je në kontakt ditë për ditë me njerëz të ndryshëm, me pacient, në shkollë, me mësuesi dhe kjo të ndihmon shumë që ta përmirësosh gjuhën dhe të flasësh gjermanisht. Normalisht nuk e them që flas perfekt, sepse perfekt nuk mendoj se do ta flasim ndonjëherë si gjuhën tonë, asnjë nuk bëhet fjalë, sepse gjuha mëm është gjuha e parë që ti mëson dhe normalisht është shumë e vështirë që një gjuhë tjetër, siç është gjuha gjermane, të mësohet, sepse është një gjuhë shumë e vështirë. Për ju që jetoni këtu në Gjermani, ndoshta mund të më kuptoni, për ju të tjerët nuk e di si t'ua shpjegoj, por është një ndër gjuhët më të vështira që kam hasur deri tani. Dhe për pjesën tjetër, pastaj avash normalisht u ambientova, ne jetojmë në qytet, me thënë të drejtën jemi vetëm 5 minuta nga qendra kryesore dhe kjo është një gjë shumë e mirë sepse të lejon që të dalësh dhe të arrish çdo gjë me këmbë, me autobus apo dhe me makinë, por unë kam kthyer patentën dhe për këtë dua të flas pak se ndoshta ka persona që interesohen. Patentën e kam kthyer direkt sa kam ardhur në Gjermani, mbas 3-4 javësh lejoi konvertimi i patentës shqiptare në atë gjermane, sepse unë e kam marrë patentën në 2020 dhe nga 2017 mos gaboj është një ligj që njihen patentat shqiptare këtu në Gjermani, sepse më përpara nuk janë njohur dhe të bësh këtu patentën është shumë e shtrenjtë, por edhe për një person që nuk e di mirë gjuhën është shumë e vështirë. Dhe normalisht e shtrenjtë sepse patenta shkon diku deri te 4.000 euro nëse ti e merr me të parën, pastaj nëse ti nuk e merr duhet të shtosh ato orët shtesë të vete diku tek 4.5-5.000 euro, varet nga personi dhe se si ti sa shpejt e mëson makinën apo dhe teorinë, sa shpejt e merr. Dhe kjo ka qenë dhe një ndihmës shumë e mirë për mua, sepse që nga momenti që kam kthyer patentën, kam pasur pak frikë në fillim që ta marr, por sepse këtu janë rregulla të ndryshme, duhet t'u japësh përparësi në zona me 30 personave në të djathtë, që në Shqipëri nuk ekziston, ka semafor gjithkund, që unë ku isha mësuar në Vlorë, që të ngisja të kishte një semafor. Kështu që dhe atje është shumë ndryshe në Shqipëri, por unë se kam probleme, marr dhe në Shqipëri dhe këtu sepse jam mësuar. Dhe që nga momenti që kam marrë makinën, ka qenë shumë ndihmë për mua, sepse normalisht në shkollën e kam pak larg, kam rreth 20 minuta me makinë, sepse me autobusa ishte shumë e vështirë, duhet merrja autobus nga këtu ku jam unë, pastaj duhet merrja një tren, pastaj duhet merrja prapë një autobus, shkonte diku tek 1 orë pak mos gaboj. Dhe prandaj makina më ka thjeshtësuar këtë rrugë. Kemi vizituar shumë vende, kam qenë një person kurioz dhe jam akoma, më pëlqejnë shumë udhëtimet dhe kam vizituar pothuajse çfarë më çdo mundësia këtu në Gjermani, të gjitha vendet që i kemi afër. Tani na kanë ngelur vendet që i kemi nga 4 orë dhe larg dhe më shumë, domethënë, sepse deri në 4 orë kemi shkuar dhe jemi kthyer.
Kjo ishte pak a shumë, nuk e di çfarë të them dhe të tregoj më, sepse normalisht kur fillon të tregosh nuk mbaron asnjëherë, zgjatesh, tregon, por kjo ishte ajo pjesa më e rëndësishme dhe rrugtimi im nga marrja e vizës dhe deri më sot ku jam. Thjesht dua t'ju them diçka për personat që janë në pritje të vizës, mos u mërzisni. Do kaloj, sepse ajo mërzitja do ju shpërblet 1000 herë kur të vini këtu, kur të gjeni, sepse keni mundësi më të mira. Për personat që do të vinë si mua me bashkim familjar, ju them që të jeni shumë të forta apo të fortë në rast se janë çuna, sepse dhe unë kam ndenjur 2 vite larg bashkëshortit, okay, me vajtje ardhje, por nuk është e njëjta gjë. Kështu që qëndroni sa më të fortë dhe viza do ju dalë, do vini këtu dhe do gjeni atë, do krijoni ëndrat tuaja, do gjeni mundësinë tuaj dhe gjithçka do ju shpërblet për çfarë ju keni luftuar deri tani. Mendoj se ka qenë një nga zgjedhjet më të dhura që kemi bërë, që kemi ardhur këtu në Gjermani dhe jam vërtet shumë e lumtur dhe e kënaqur me çfarë më ka ofruar, me çfarë mundësish më ka dhënë dhe më ka ofruar Gjermania deri tani. Normalisht çdo njeri ka ato gjërat që do t'i mungojnë nga vendi jot, sepse vendin tënd nuk e krahason dot me asnjë vend tjetër, por për sa i përket mundësive, sigurisë, të ardhurave, këtu je më mirë. Kështu që nuk dua të hap këtë temë sepse do fillojnë diskutimet, e di, sepse çdo person mendon ndryshe, normalisht është individuale. Por unë jam e kënaqur sepse më ka dhënë shumë gjëra dhe më kam bërë një njeri të fortë dhe më ka bërë këtë person që jam këtu. Kam udhëtuar në shumë vende të botës që mendoj nëse do isha në Shqipëri, nuk mendoj se do kisha vizituar kaq shumë vende sa kam vizituar, edhe sikur t'i kisha këto para, sepse atje bëhet jeta më ndryshe. Diçka tjetër është pjesa e motit. Është pak ftohtë, me thënë të drejtën, nuk del dielli shpesh, siç jemi mësuar ne në Vlorë, nuk kemi një det, por kemi gjëra të tjera, kështu që asnjëherë nuk e mendoj negativisht këtë pjesën e motit, dhe pjesën që është ftohtë apo është një vend i lagësh që nuk ka diell. Mjafton që unë të kem ato prioritetet e mia, të plotësoj çfarë dëshiroj, të arrij atje ku dua, të kem shëndetin, kjo nuk vjen në diskutim, është pjesa e parë. Dhe çdo gjë do të bëhet më e lehtë, sepse është vendimi jon dhe normalisht do të jetojmë këtu ku jemi, sepse e zgjodhëm vetë. Po e mbyll këtu videon sepse kam folur shumë dhe dua të dëgjoj për jush eksperiencat tuaja, nëse do keni dëshirë, mund të më shkruani në koment dhe do shihemi në videon e radhës. Bye!